Unë dhe me thonë çdo herë thashë mësimdhënësi duhet të eksperimentojë me nxënësit e vetë, t'i njohë nxënësit e vetë dhe t'i japë mundësi me u shpreh. Ne po jap një shembull nga përvoja ime, mësonim 3 orë kemi në plan program me mësu një kohë gramatik që është në gjuhë frenge, që është pas e kompoze apo koha e kaluar e kryer. Dhe gjatë shpjegimit 3 orë që ja kam bërë nxënësve, kemi bërë aktivitetet ndryshme, po sikur është pak më e vështirë koha e kaluar e kryer kur ta mendoj edhe në gjuhë shqipe, po që se i pyet, ato ngatrohen e mo lejen atë gjuhë frenge. Dhe kur e bënëm një ditë gamifikimin, normalisht duhet ta lidhi laptopin me projektorin, pastaj i bëj quizet online që janë, i ndaj në grupet, dhe i shoh që nxënësit vetë-vetiu, nëndvetëdijshëm i dishin pyetjet. Gjithë dhe i dishin përgjigjet e sakta dhe u habita, thash unë, po që se ju kisha pyet, sikur në atë mënyrën klasike me u pyet me nota apo teste, hajde dilë zgjedhoj një foljen pas e kompozit, se ma është edhe janë metodat vjetrume, për shembull me dalë nxënësi me zgjedhu një folje në tabel, me ditë përmendsh, ato i dinin fjalinë në fjalit e gamifikimi, ka pas fjali, gati se 100% nxënësit i dishin, dhe ato në fakt nuk i dishin, se prej nga i din. Dhe me thonë, vetë-vetiu instinktivisht i dishin.